Përshëndetje, doktoresh Aurora. Sot kemi një transmetim të veçantë në episodin e radhës. Rastësia na bëri bashkë në Tiranë dhe kam doktoresh Aurora Dolenberg, që gjendet në Tiranë për arsye të një konferencë, doktor. Ne mjekët nuk e lëm dot këto konferencat, eventet e dhënies së dijes. Po, patjetër, bashkëpunimet kanë qenë gjithmonë të përbashkëta, kanë qenë gjithmonë prodhuese të diçkaje. Fatkeqësisht të radhës mora dot pjesë se kishim Giro d'Italian, por sot në Tiranë, këto ditë në Tiranë ju bët konferencën e 24 të Federatës së Mjekëve, ku për fatin e mirë e kemi dhe doktor Skënderin pjesë të bordit internacional dhe me mbështetjen tënde, ku e gjej rastin dhe që të falenderoj shumë dhe të gjithë mjekëve nga Europa, arritëm që të realizoni me sukses dhe këtë bashkëpunim të radhës, që ishte konferenca 24 të radhës evropiane. Çfarë teme kishte konferenca, se besoj profesionistët e njerëzve u intereson çfarë trajtuam? Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm që konferenca ka plot. Ka shumë seminare, mjekësia është me të vërtetë në ditët e sotme është e pafund, kur sidomos kur kemi akses në internet dhe të tjera me radhë. Por ne donim që të trajtonim një temë që ka dhe një, mund ta quajmë, peshë edhe për pacientin shqiptar, jo vetëm për mjekët, që patjetër që dhe ata duhet që të aktualizojnë me dijen e tyre, dhe ka qenë tema faktikisht kanceri. Edhe vitin e kaluar u polemizuar shumë problematika e kancerit dhe e curisë së pacientëve onkologjik në Shqipëri, dhe ne nuk mund të rrinim dot indiferent, dhe edhe me miratimin tënd nga bordi internacional dhe të gjithë kolegëve të tjerë evropian të diasporës, e vendosëm këtë si temë dhe mendoj që atë ditë bëjmë një thirrje goxha të mirë për jetën dhe jo se si vetëm të shikojmë se si pacientët shqiptar ndonjëherë humbasin jetën në kancer dhe nuk kanë një shpëtim të mirë. Kjo do thotë që parandalimi, ajo që ne themi gjithmonë, po mbritëm te sëmundja, pastaj varet nga sëmundja, nuk varet më nga mjekësia. Duke qenë se këto argumente, dhe kjo është edhe pjesë e projektit që ne kemi nisur që para 2 vjetësh, 1 vit e gjysmë, 2, për cilën u diskutua. Dhe shumë herë bashkë kemi diskutuar dhe për rolin e shoqatave, çfarë janë shoqatat, pse shërbejnë shoqatat, çfarë ndryshimesh ka midis shoqatave në vendet e tjera europiane dhe atyre shqiptare. Edhe e fundit? E fundit fare ishte faktikisht që ka rëndësinë themelore bashkëpunimin. Ne deri tani kemi bashkëpunuar si edhe drejtuesi i qendrave të ndryshme, qoftë urgjencës, kudo që ke qenë si mjek aktiv, por sidomos themelimi i shoqatës së mjekëve shqiptar të urgjencës dhe të katastrofave, mendoj është një ndër eventet më të rëndësishme të mjekësisë shqiptare për këtë vit të paktën, kështu që edhe në emër të Federatës së Mjekëve, si drejtuesi i saj dhe të gjithë kolegëve nga diaspora, duam të urojmë një nga ata të tanët, se ti je i diasporës, je kthyer këtu, dhe kjo që ti po bën doktor Skënderi është një revolucion për të cilin ne duam që nga zemra të urojmë mbarësi me krah të lehta, sepse e di që do kesh një luftë goxha të madhe për luftën për urgjencat në total. Ne jemi mësuar me luftra dhe kjo do të jetë e radhës. Luftën ne do ta lehtësojmë pak me trëndafila, doktor. Na erdhi dhe nga mbështetësit tanë edhe mjekët që na duan kaq shumë. Një trëndafila të kuq dhe të bardhë. Fillon fushata me një tuf lule të tilla. Faleminderit doktoresh. Me mbarësi dhe inshallah Zoti të dhan gjithmonë energji që t'i japësh të tjerëve sa më shumë nga dia dhe nga humanizmi jot mbi të gjitha. Shiko, ajo që unë kam marrë këtu është shumë e vështirë të punosh si institucione. Shumë projekte të ndryshme, qoftë europiane, qoftë të vendit. 1, 2 dhe a ka shoqata që të marrin pjesë, a merr pjesë qytetaria, popullsia, dhe kështu me radhë, sepse gjithë projektet e Komunitetit Evropian janë edhe sensibilizimi i qytetarit për t'u ofruar shërbimin deri në bazë. Por dhe për shumë arsye të tjera, si institucione, nuk e di, shumë herë ndihem me duar të lidhura. Nuk vepron dot, nuk je shoqata, nuk je aty, nuk je këtu, ke një rol drejtues. Shoqata duhet të sqarojmë që nuk ka rol fitimi, ndaj quhet jo fitim prurse. Diçka që ka ndodhur fatkeqësisht në Shqipëri që e shikojnë shoqatën si një pik fitimi, si një burim fitimi,
gjë e cila është në kundërshtim me çdo parim. Dhe duke qenë kjo nevojë kaq e madhe, ose duke parë realisht dhe personalisht shoh shumë shoqata, po shoqata me 2 veta, me 3 veta, dhe shoqata që nuk e di se çfarë prodhojnë ose çfarë bëjnë, ose çfarë roli kanë. Ndryshe jam mësuar me Federatën, ndryshe jam mësuar me Simeuk, kam qenë pjesë me Fimeuk. Unë jam në kaluar isha në Japoni, i ftuar në kongresin e VADEM, World Association Disaster and Emergency Medicine, që shpresoj që së shpejti të bëhemi antar të saj, si që është edhe shoqata e emergjencës mjekësore europiane, si që është Amerikanart, si që është Federata e Mjekëve. Pra, ne nëpërmjet shoqatave duhet të mbledhim profesionistët, trurin që të prodhojë diçka. Dhe e pam shumë mirë gjatë pandemisë apo jo. Kështu që ky ishte qëllimi dhe krijimi i kësaj shoqate, që është në një fushë që çdo ditë po i shohim pasojat, tërmetet, përmbytjet, luftrat. Pra janë gjëra që janë në rendin e ditës dhe po nuk u përgatitëm, nuk mund t'i përballojmë. Shumë e vërtet, doktor Skënderi, dhe mund të them, të paktën ti ke eksperiencën italiane, unë mund të ndaj për gjithë ndjekësit e tu dhe ata që na dëgjojnë. Ndjekësit tanë, sepse qëllimi i këtij podcasti ka qenë informimi sa më shumë nga ana mjekësore dhe ballafaqimi me profesionistë të ndryshëm të fushës mjekësisë. Dhe kam fatin të kem të parën, sepse jam mësuar të bëj këtu vetëm me Arianë dhe sot edhe ambienti ndryshon si që shikon. Doktoresha Ariana na mungon, por unë do përpiqem të jap aq sa mundem nga pak nga eksperienca ime, sepse ti e ke shumë fish më të gjatë dhe më të suksesshëm rrugëtimin. Unë mund të them që shoqëria gjermane funksionon në pjesën më të madhe të saj, ku bëhet fjalë për tema të tilla, qoftë luftimin e katastrofave, menaxhimin e situatave të ndryshme që kanë të bëjnë me popullatën, e kanë bazën e tyre faktikisht të shoqatat. Dhe është e papërfitueshme, mund ta quajmë, për një qytetar gjerman të thuar që një shoqat jo fitimprurse e ka si profesion. Pra ato persona e kanë si burim financiar që mbajnë gjithë familjen. Pra është mbase edhe ne jemi në atë stadin e zhvillimit ton si shoqëri që mbase Gjermania këtë problematike ka pasur para 100 vjetësh. Por në këtë kohë që unë jetoj në Gjermani dhe edhe bashortët edhe paraardhësit e tij që mund të më raportojnë pak që nga që nga 1900 dhe më tutje, ku flasin për shoqata dhe ato ka një rol vendimtar në funksionimin e mirë të shëndetësisë, të shoqërisë në total, nuk bëhet fjalë asnjëherë që fjala shoqat të asociohet, pra të lidhet me paran. Dhe mendoj që kjo është mbase lufta që ne kemi, sidomos si mjek, se mbase ne jemi ata të parë që luftojmë shumë fenomene, edhe sëmundjen mund ta quajmë e shoqatave fitimprurse, që faktikisht me letër dhe me parim janë jo fitimprurse. Mendoj që është detyra e neve të dy dhe të gjithë ata të cilët janë të një mendimi me ne, që të luftojmë atë mendim të gabuar dhe psikologji të popullatës, që kur i thua që unë vi nga shoqata e mjekëve, ti nga shoqata e urgjencës, që uroj që të eci akoma sa më mbar të mos të ketë fjalë lek më në mes, sepse nuk ka lidhje. Nëse mjeku ka një potencial sa do të vogël për të donuar, ta bëj dhe duhet ta bëj, se ai është ndër humanistët e parë të shoqërisë. Por nuk mundet Shqipëria akoma të ecë me mentalitetin e vjetëruar që me shoqat unë mund të ushqej familjen, nuk bëhet. Eksakt, ajo është, por unë përfitoj edhe nga rasti që them që shoqata lindi si një nevojë e kësaj fushë të rëndësishme. E para për nevojat që ka. E dyta sepse është aja e mjekësisë. Pra, ti kur ke nevojë që rrezikon jetën, duhet vi urgjenca të të shpëtoj, pastaj po shkon në spital sigurisht që ke shans më shumë. E dyta, nuk punohet vetëm. Ne harrojmë një faktor shumë të rëndësishëm, infermierin. Ne harrojmë shumë faktor të rëndësishëm që të gjithë profesionet, pozitë e urgjencës mund të jesh specialist shumë i mirë, por pozitë mbash në jetë një person me 2 duar. Prandaj te kjo shoqat është krijuar edhe dega e infermierëve, ku çdo që dëshiron të marrë pjesë, të aktivizohet, të sjellë punime, të bëhet pjesë e grupit të instruktorëve dhe docentëve i do të bëhen të kësaj shoqate, të trajnoj, të përditësohet me shkëmbim eksperience edhe në vende të tjera, janë të mirëpritur, së shpejti do të nxjerrim dhe një modul të antarësimit në këtë shoqatë.
Dhe rolet e tjera, ne i dim shumë mirë që çfarë mund të bëjnë shoqatat. Siç është roli i shoqatës tonë, të federatëve të mjekëve, që gjatë ditë pandemisë venim dhe mblidhim me vrap përditësimet, bënim një tip protokolli, një përmbledhje të atij përditësimi, dhe ne dysh e dim shumë mirë se pothuajse çdo ditë ishim në për televizione duke informuar njerëzit, sepse njerëzit më shumë u tmerruan. Dhe duke i qetësuar me gjitha. Dhe duke i qetësuar. U tmerruan nga lajmi një thoshte ndryshe, një ndryshe, bini në kundërshtim, sepse nuk ngelen mjekët duke dhënë informacione, ngelen konspiracionistët, ngelen analistët, ngelen politikanët, dhe ne rrinim në hije. Dhe për këtë që më vjen keq që shoqatat ku u zhdukën atë moment. Kjo është kur është faktikisht nuk është më kot ajo. Zotësia duket atyre kur është urgjenca, aty kur është lufta, aty duket se sa të para përgatitur, edhe ne askush nuk ishte i përgatitur për pandeminë, por një gjë mendoj që e kishim të gjithë të qartë që ne duhet të japim diçka të shkruar. Se siç e the doktor Skënderi, të gjithë spekulonin diçka, të pa bazuar as në studime, të pa bazuar në të dhënat e sakta nga vetë OBSH-ja ose të institucionet e tjera ndërkombëtare. Dhe kjo është mbase edhe plaga numër 2 që ka Shqipëria, që shoqatat, që janë, dhe ndonjëherë edhe pse janë jo fitimprurse, i paguajnë vetes rroga që të çuditshme marramëndse. Pika numër 2 është që mungon mund ta quajmë atë kualifikimin shkencor. Pra të jesh shoqati fitimprurse, por të kesh edhe një gradë shkencore, dhe kjo besoj që ne si qoftë si shoqata e urgjencës, që me sukses e ke themeluar dhe e di që do bëhet sukses, për faktin e thjeshtë që unë personalisht besoj që janë njerëzit që bëjnë ndryshimet, është individi. Qoftë tek Federata e Mjekëve njerëzit kanë ardhur, edhe kolegët tanë, duke të njohur ty personalisht, duke më njohur mua dhe shumë kolegë të tjerë humanistë që punojnë çdo ditë me një ekip njerëzish dhe e dinë se çfarë vlerash kanë, e dinë sa humanista janë, sa donojnë dhe sa bëjnë për popullatën e tyre. Ato nuk vinë për hir të një, mund ta quajmë për një protokolli diku ose një mund ta quajmë një regjistrimi në një qendrën e shoqatave, por vinë sepse dinë që ka këto figura të cilat i përfaqësojnë ata më së miri, dhe prandaj mendoj që kjo iniciativë që ju ke marrë, doktor Skënderi, është ajo akti i veprës. Se me fjalë të gjithë janë shumë të zorë, por ti e ke bërë vepër dhe kjo vlen. Faleminderit, doktor. Dua të shpresoj edhe një gjë që nuk po i përgjithësojmë gjitha shoqata, atë se mos kalon mesazhi i gabuar. Që edhe në Shqipëri ka shoqata shumë të mira, ka shoqata shkencore që punojnë, por duhet një shtytje pak më shumë, më në pa, më të vendosur. Unë më kujtohet kur isha në Itali, bënim pjesë, ishim 6 shoqata shkencore, që bënim pjesë në një federat, Federacione FIMEUC, Federacione Italiane me Medicina Urgjenca dhe Katastrofa. Dhe ne kemi bërë gjithë protokollet, standardet e mjekësisë urgjencës, duke filluar që nga si duhet jetë një urgjencë, nga duhet jetë hyrja, si duhet jetë ndërtuar reparti, si është numri i personelit me numrin e hyrjeve në një urgjencë, si duhet jetë mënyra e kalimit nga urgjenca në një repart. Pra janë gjitha SOP ose protokollet i quajmë, të cilat ishim ne, domethënë nga gjithë Italia që punonim për këtë projekt, duke u ballafaquar herbasere në për grupe pune dhe komisione, dhe prodhoi një diçka dhe janë dhe sot, po t'i kërkosh t'i gjesh si materiale. E njëjta gjë duhet të bëhet, shoqatat, ne duhet të mblidhemi. Ne kushdo i bën gjërat, vetëm mjekët nuk vendosin se çfarë bëhet në shëndetësi. Duke filluar që nga spitalet, që nga paraspitalori, por mbi të gjitha besoj që edhe një bashkëpunim me vetë universitetin është i domosdoshëm. Sepse universiteti ka mënyrën akademike, pedagogjike, sigurisht ka anën shkencore, por janë profesionistë ata që i mbushin gjitha këto bosllliqe. Janë profesionistë ata që sjellin të parët për ditësimin, që sjellin praktikën, ajo që i mungon disi universitet, sepse universiteti praktikën e menjëhershme student nuk ja garanton dot. Ma shoqata ka mundësi më të shumta, prandaj kjo është një nga mesazhet dhe nga thirrjet që bëjmë shoqatave. Më dhe njëherë të gjendemi 10 shoqata, 20 sa janë në Shqipëri,
hajde të shifim një herë në sy kush jemi dhe çfarë mund të bëjmë. Ku na bashkohen vizionet. Kështu që unë mund të jap shembull konkret nga e përditshme e punës time në Gjermani që ne nuk paguhemi si mjek ambulator absolutisht nga Kasa e Shëndetit ose nga shteti gjerman, por kemi një hallgë ndërmjetëse midis sistemit shtetit dhe mjekëve ambulator që është Kassen Ärztliche Vereinigung, që e përkthyer nga gjermanisht të thotë mjek ambulator, shoqata e mjekëve ambulator. Pra, siç mund ta shikojmë, nuk është thjesht një deko. Të këpasurit të drejtuar një shoqate është një deko, por është vendimtare ku bëhet fjalë që ai përfaqëson, kjo shoqatë përfaqëson të gjithë mjekët e gjithë Gjermanisë dhe i ndërmjetëson nevojat që ka mjekut, i ndërmjetëson çfarë kush janë pacientë, kush janë grupet e interesit që duhet të mbrohen më shumë. Për shembull, aty ka zona që nuk ka mjek familje. Shkon shoqata e mjekëve dhe thotë, në këtë zonë na mungojnë kaq specialistë, na mungojnë kaq pediatra, të tjerë me radhë dhe ndërmjetëson, e detyron shtetin me format e veta që aty të subvencionohet hapja klinikave të ndryshme në zonat rurale, pra ose specializimeve të saktuara. Me këtë dua të them, doktor Skënderi, që ne nuk duhet të shpikim ndonjë gjë nga e para. Thjesht të ndjekim modele që funksionojnë dhe që na kanë, po quajmë shumë mjek të rinj që mund të kenë edhe eksperiencë edhe në vendet e tjera, siç është për shembull Gjermania, që me të vërtetë rroga ime nuk vjen asnjëherë nga shteti gjerman, po vjen nga një shoqatë e mjekëve që përfaqëson gjithë mjekët. Kështu që është vendimtare që të kemi një bashkim shoqata, të kemi një kooperim dhe secili të bëjë aq sa ka mundësi, se nuk është kritikë, nuk mund të jemi të gjithë njësoj, por ama nuk mund të qëndrojnë në hije të tregojnë, të ekzistojnë pa bërë vepra të dukshme që edhe pacienti shqiptar ta ndjej në shërbim. Sepse qëllimi ai është të ofrohet shërbim shtetarit atje ku ka dhe atje ku nuk ka. Se e dim që në qendrat e mëdha të banuara i kanë të gjitha, atje ana i ka. Po një fshat i largët, po një qytet i vogël, po një krahin, të cilat, sepse e dim shumë mirë despostimin e popullsisë tani në mënyrë të çrregullt, dhe ajo që ka më janë që të gjithë që marrin shkon duhet të rinë Tiranë. E vërtet. Por që shoqata, fryma e vullnetarizmit, siç thatë ju, humaniteti, humanizmi, etika, janë të gjitha që duhet vijnë së bashku me qëllim që ajo që është qëllimi kryesor i joni është ofrimi i shërbimit shëndetësor çdo qytetari në Republikën e Shqipërisë ose aty ku ka nevojë në rast katastrofe, do kthehemi gjithmonë tek ajo, edhe spostimi dhe në vende të tjera. Ne psohem vetë me tërmetin, ne psohem vetë na erdhën në ndihmë shumë shtete të tjera. Po luftojmë tani këtë moment për EMT-n, Emergency Medical Team, nëpërmjet Komitetit Evropian dhe OBSH-s. Kështu që por po të bëhen dhe shoqatat së bashku, që gjithë secila të marrë një pjesë të sistemit shëndetësor dhe të ndërtojë atë tullën e vetë, sigurisht që bëhet një sistem shëndetësor, besoj, bashkohor, dhe kemi fatin e mirë. Sa mjek ishim në kohën e Covidit në përrjete nga gjithë bota, jo vetëm nga Europa. Aty tham se sa jemi të përparuar dhe sa shumë kemi që kanë dëshirë të ndihmojnë. Mbi të gjitha. Kanë dëshirë të ndihmojnë, por mbi të gjitha në pozicione shumë të mira, në kërkime shkencore, në institucione ose spitale bashkohore nga më të dëgjuarat. Pra jemi kudo. Duhet ky antarësimi i shoqatave, i shkencës shqiptare që të bëhet së bashku për të mirën qoftë tonën, se në radhë parë përfitojmë për vete, dhe qoftë atë që i ofrojmë qytetarit shqiptar kudo qoftë dhe qytetarëve europian, se ne paka shumë shërbejmë gjithandej, kështu që. Këtu po e përdor këtë pikë, doktor, vetëm për të sjellë një pjesë nga konferenca, sepse patëm të dyja palët, ishte një shkëmbim, një urish mund ta quajmë midis mjekëve këtu, me mjekët që erdhën nga Europa dhe shumë herë përsërit pa ndodhur edhe kjo në Shqipëri. Jo, po nuk e kemi këtë pose, edhe një ndër rezultate doli që shumë gjëra që në Shqipëri nuk funksionojnë, nuk kushtojnë madje asgjë. Kjo është më e keqja, se gjithmonë është ideja që shiko se s'kemi investime, shiko se na mungojnë lekët këtu dhe lekët atje për të bërë këtë gjë. Pjesa më e madhe e qoftë edhe aparatura që mund të janë ekzistente, por askush nuk di tamam se ti të përdori, si ti bëj ato kontrollet që në mënyrë të tillë që të jenë funksionale. Dhe ndër rezultate, sidomos mjekun që e kemi, doktorin Xhipin që e kemi nga Danimarka, që e di që ka të shpirtin shkencor shumë të theksuar, pasi bën të gjitha komentaret dhe ndonjëherë dhe kritikat, e ti thoshte
Nuk e kuptoj, thashë pse nuk ndodh, sepse kjo nuk kushton gjë. Kjo që ju po thoni që është problem, madje nuk kushton. Duhet ndonjë dhe vullnet i mirë dhe vullnetarizmi edhe vetë të punësuarve në shtet, mos ta t'i lëmë një moment shoqata që të ndodhi dhe nëse pastaj fuzin dhe në lojë edhe shoqërinë civile me shoqatat e saj shkencore, jo vetëm prurse, mendoj që e përshpektojmë këtë procesin që gjërat të ndodhin, jo të përfliten gjithmonë që këtë duhet arrim, por ta bëjmë. Atëherë ne kemi menduar se do ta bëjmë të drejt kësaj jemi, kështu që besoj që si podcast i parë midis profesionistësh mjafton për sot. Unë falenderoj për prezencën, për pranimin e ftesës dhe për kontributin që ke dhënë ndër këto vite dhe vazhdon ta japësh. Edhe pse si më aq e lirë tani. Po pikërisht na janë zënë që të dyja krahët me dy goca të vogla. Por dua të them një gjë doktor për ta mbyllur, meqense se ti po e çon drejt mbylljes, besoj që shikuesit e morën mesazhin tonë. Unë dua të them që ka nevojë, edhe unë duke filluar nga personi im, që ka inspirim nga figura jote. Faleminderit. Pra ti edhe gjatë pandemisë, edhe deri në këto momente, për mua gjithmonë kur vim edhe bëjmë nga gjithë Europa në Shqipëri, por edhe kur jemi në udhëtime të ndryshme në Europë, qoftë në Çeki që ishim herën e fundit, në Holland, kudo që në Suedi, kudo që kemi qenë ti dhe doktoresh Ariana keni qenë një pjesë e pandashme e grupit, e skuadrës dhe madje vetëm se ishte në Giro de Tondo, në Giro d'Italia, sepse për ndryshe disa nga kolegët u bën gati që dini të rruga thotë e marrim doktor Skënderin ta sjellim këtu tani se po na mungon. Por të ndoqë me anë të televizionit se ti bëre atë shpëtimin sensacional që gjithë bota e pa, se si ti nuk e lë fare të binte ai ciklisti, pothuajse e kape në kohë pavarësisht se ai u dëmtua. 200 vende live nuk ja lejonim dot vetes si Shqipëri mbas kaq vitesh që jam këtu, që sistemi shëndetësor mos ishte në lartësinë e duhur. Dhe kjo është ajo që po themi vepra. Dhe kjo s'është konferenca e fundit që bëm këtu. Ku do të jetë radhës? Giro d'Italia njën kaq kohë vjen, kështu që s'do të jem kaq i zënë si këtë radhë. Faleminderit doktoresh. Ishte një gjë e jashtëzakonshme, unë tim shumë krenar me ty. Edhe të gjithë e kishëm sy tek se pam në televizion atë pjesë e sekuencën dhe tham që kjo është atë mjek që ne të gjithë, sidomos në brezi jonë që jemi pak më të rinj, më thënë të kemi atë figurën udhërrëfyese, mund ta quajmë atë dritën ndriçuese që një ditë të bëhemi si ty. Prandaj të falenderoj shumë nga ana ime dhe në emër të gjithë kolegëve të federatës që asnjëherë nuk ndalesh. Edhe këtë podcast që e ke nisur dhe çdo gjë edhe shoqatën e mjekëve të urgjencës dhe të katastrofave që e ke themeluar, e dim që do jetë jo vetëm dobi prurse, po do jetë një model suksesi, sepse pas saj fshihet një person që është kaq i ditur dhe njëkohësisht kaq human, kaq modest, që ka krahët e hapur që ju e përmendë fjalën infermierët, fizioterapistët. Unë mendoj që një gjë që i mungon shumë edhe psikologjisë shqiptare është që bëjnë një diskriminim në hierarkinë e tyre, duke i diferencuar mjekët veçmas, infermierët dhe madje edhe infermierët, shikoj edhe në për konferencë arrin gjithmonë si të mënjanuar dhe pak të lënë mënjan për faktin se sikur ka një diferencë. Unë mendoj dhe ti e aplikon çdo ditë, se të kam parë dhe si punon me skuadrën, që i ke të gjithë në një nivel. Ata që bëjnë punën nuk ka diferencë. Mjeku është mjek dhe ka përgjegjësinë më të lartë. Nuk është se e ka postin më të lartë, kështu që këtë frym, doktor, që ti ndër këto vite e ke injektuar çdo ditë pa pushim, urojmë që ta përhapim sa më shumë, që të kuptojmë që është njeriu, vjen profesioni dhe të gjithë jemi të barabartë, sepse nëse ne si mjek nuk i hapim mesazhe të tilla humane dhe diskriminojmë pacientin, diskriminojmë kolegët tanë, atëherë nuk arrim dot të shërojmë askënd sepse kemi psikologjinë të sëmurë. Nuk bëhet puna. Unë përfitoj nga rasti ti falenderoj gjithë shërbimin e urgjencës që mori pjesë në ekip dhe gjithë ata persona profesionistë që janë kudo, spitalin, qendra shëndetësore, në parsor, në urgjencë dhe kudo. Dhe vetëm në skuadër arrihet suksesi, vetëm së bashku, se nuk di të ketë një mjek që mund të bëj punën pa pasdimin e infermierit. Absolutisht, dhe është me të vërtet ideja edhe ne që dy shoqata që kooperojnë, ti që e forcon gjithmonë bordin internacional, pra asnjë gjë nuk mund të arrim veçmas. Dhe heqim atë psikologjinë e liderit, më thënë ne si shqiptar që do gjithmonë në vend të parë. Jo, vendin e parë në rast të parë duhet ta fitosh me merit, me punë. Nuk pretendohet vendi i parë për asnjë gjë në jetë, dhe kur shikojmë që sa volum ka puna, sa të lodh, je super i lumtur kur ke një skuadër që punën e ndan, përgjegjësinë e ndan, dhe në fund të ditës pastaj edhe feston bashkë, se të festosh me vetes kur s'ka kuptim. Bashkë, se ajo që them gjithmonë nuk është personi, është sistemi që personi ndërton. Nuk ka rëndësi sa di unë, rëndësi çka kam bërë unë.
për të Çka kam lënë mbrapa. Se është- një ditë s'do të jetë Skënderi, po ky sistemi urgjencë do të funksionojë apo jo? Kjo është e rëndësishme. Po na lan këtu ne deri nesër këtë punë kemi, po e mbyllim për sot. Shumë e vërtetë. Faleminderit edhe një herë për prezencën dhe Faleminderit. shpresoj në takimet e tjera të radhës. Patjetër. Faleminderit. Kaloshi mirë.